Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, të gjithë pini ujë me limon, por mos të bëni më këtë gabim. Uji me limon në mëngjes është një mënyrë shumë e mirë për ta nisur ditën plot me ushqyes dhe me vitamina. Pirja e ujit me limon nuk ka përse të pihet vetëm në mëngjes, sipas ekspertëve të ushqyerjes së shëndetshme. Uji gjithashtu është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ai ka efekt pastrues për të gjithë organizmin. Nëse ju e pasuroni me lëng limoni, uji do të ketë më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi juaj tretës do të përfitojë sa më shumë prej tij. Ndërkohë, limoni nxit edhe çlirimin e bikarbonatit të sodiumit në zorrën e vogël duke nxitur kështu tretjen. Uji me limon ju mban gjithashtu të hidratuar dhe përmirëson funksionet e muskujve dhe tretjen. Aftësia e limonit gjithashtu nxit edhe prodhimin e lëngjeve tretëse dhe njëkohësisht qarkullimin e tyre. Përse janë limonët kaq të veçantë? Limonët kanë një shije të mirë, por njëkohësisht janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve, antioksidantëve e të tjerë. Për më tepër, antioksidantët e kurojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe njëkohësisht rifreskinë e saj. Përse duhet të pini ujë me limon në mëngjes? Uji me limon të bën mirë në çdo orë të ditës, por mëngjesi ka një rëndësi vërtet të madhe. Pirja e një gote me ujë me limon në mëngjes ka efekt hidratues pas një nate në gjumë dhe gjithashtu e zbut urinë. Ekspertët thonë se trupi në mëngjes është tërësisht i dehidratuar, duke e nisur kështu ditën me një gotë me ujë me limon, trupi juaj do të furnizohet me të gjithë ushqyesit e nevojshëm, të cilët e pastrojnë dhe e hidratojnë atë që në fillim. Nëse i zëvendësoni pije të ëmbëlsuara ose ato me kafeinë me ujë me limon, atëherë ju do të përfitoni më pak kalori dhe më shumë ushqyes për trupin dhe njëkohësisht për trurin. A pini dhe ju ujë me limon në mëngjes? Shikoni se çfarë gabimi po bëni. Zgjoheni, shtrydhni limonin dhe thjesht shtoni një gotë ujë të ngrohtë apo të ftohtë dhe e pini. Ku qëndron gabimi? Nuk e keni përdorur lëvorën e limonit. Receta e vërtet thotë që post lëngut të limonit, ju duhet të përdorni edhe lëvorën e limonit, të cilën do ta bluani në blender. Pra, tani e dini se si duhet të veproni. Bluani korën e limonit, një pjesë të vogël, që të përfitoni një apo 2 lugë të plota. Pastaj, shtrydheni limonin, shtoni ujë dhe doza juaj e vitaminave të mëngjesit është gati. Kjo është një pije e cila është mjaft e mirë për organizmin dhe ajo duhet të praktikohet çdo ditë nga ju. Ky lloj lëngu do t'ju ndihmojë që ju të forconi sistemin tuaj imunitar dhe njëkohësisht duhet të praktikohet çdo ditë nga ju. Ky lloj lëngu do t'ju ndihmojë edhe të ruani metabolizmin tuaj dhe të përshpejtoni punën e tij. Ai gjithashtu ndihmon edhe në pastrimin e organizmit dhe në zvogëlimin e ndjenjës së urisë. E gjitha kjo pasi është një pije e pasur me vitaminë C, mjaft e domosdoshme për forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe luftën ndaj ftohjes. Uji me lëng limoni ndihmon në procesin sa më të mirë të tretjes dhe gjithashtu ju ndihmon sidomos kur ju keni fryrje në stomak. Mbi të gjitha, kjo pije gjithashtu ju ndihmon edhe në freskimin e aromës së gojës. Përse duhet të pini ujë të ngrohtë me limon çdo mëngjes?
Konsumimi i ujit të ngrohtë në mëngjes ofron një sër benefitesh shëndetësore. Uji i ftohtë mund të jetë freskues, por në të vërtetë ai pengon procesin e përthithjes së lëndëve ushqyese gjatë tretjes. Në kulturën e lashtë kineze dhe indiane besohet se pirja e ujit të ngrohtë kur zgjoheni ndihmon gjithashtu në përmirësimin e tretjes. Shtimi i limonit mund të sigurojë edhe shumë përfitime shëndetësore. Lehtëson kongestionin e sinusit. Kur ju ndiheni të sëmur, të gjithë e rekomandojnë që ju të konsumoni çaj të nxehtë për të kaluar më shpejt një infeksion. Pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes mund të pastrojë sinuset tuaja dhe të marrë frymë më lehtësisht. Nëse ju e shoqëroni me limon, mund të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe kjo ndodh për shkak të sasive të larta të antioksidantëve që përmban. Ndikon gjithashtu në tretje më të shëndetshme. Në qoftë se keni probleme me tretjen, uji i ngrohtë me limon mund të shërbejë si një ilaç i fuqishëm natyror. Ai ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, si edhe ju bën të ndjeni të hidratuar duke bërë që trupi juaj të çlirojë toksinat akoma edhe më shpejt. Limoni gjithashtu mund t'ju ndihmojë në detoksifikimin e trupit, pasi është të vërtetuar shkencërisht se përmirëson funksionimin e mëlçisë, qetëson sistemin tuaj nervor qendror. Pirja e ujit të ngrohtë mund t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të ndiheni më pak të stresuar, veçanërisht në qoftë se do të shtoni edhe limon. Kjo gjithashtu do të thotë se nuk do të keni nevojë të pini sa më shumë gota ujë për të qenë të hidratuar. Limoni gjithashtu ju mban më të hidratuar dhe, për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit dhe të aromës freskuese, trupi juaj do të jetë më i shëndetshëm. Ndihmon në humbjen e peshës. Uji i ngrohtë zgjon zorrët tuaja duke eliminuar toksinat dhe peshën e tepërt të ujit. Limoni gjithashtu ju ndihmon që të rritni nivelet e oksigjenit në të gjithë trupin tuaj dhe mund të jetë një komponent kryesor i cili do t'ju mbajë të hidratuar, duke rënë kështu edhe në peshë pa qenë nevoja të konsumoni ushqime të pashëndetshme, pasi etja e tepërt mund të çojë në një uri të tepërt. Nga ana tjetër, mund t'ju ndihmojë që ju të eliminoni toksinat nga trupi juaj. Nëse ju keni probleme me toksinat në trupin tuaj, duhet të dini se kur pini ujë të ngrohtë, temperatura e brendshme e trupit do të fillojë dhe do të rritet. Kur kjo ndodh, sistemi endokrin aktivizohet duke ju bërë juve që të dirsiteni dhe njëkohësisht të eliminoni toksinat. Ndihmon për të qetësuar muskujt. Në qoftë se ju keni probleme që të flini natën, atëherë duhet të provoni të pini ujë të ngrohtë me limon përpara se të shtriheni për të fjetur, ose nëse keni ankth në mëngjes për shkak të stresit, mos harroni të pini një gotë me ujë dhe limon për ta nisur ditën tuaj sa më mirë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.